hyrja i në Mekë dhe i thanë Mekasit ju mlodh paria, ishte njëri me peshë, poet. Ju mlodh paria Mekës dhe i thanë është një i çmendur këtu që s'ka muhabet tjetër, vetëm rritu përmend Zotin, Muhammed e ka emrin. Tha, ç'a bon ai? Ai s'lera ha, tha, me të pati që shkon qafë me bota of, po i tha, të vjen direkt e tu të fol, të bezdis, o çmend. Po shame vo, sa rritu lexua dhe se lexoi libër për Kur'anin famlar aty, edhe është mirë mos më një gjuhë fare atë ti. Edhe u detyroi shkretje se njeriu imponohet nga situatat dhe vendos të tapa në vesh të tij kur Muhamedi alayhis salam kalote para, ose ishte tu lexu Kur'an botë ta vav që mos tani gjote fare. Nuk o sot historia që ca janë ngatruar, kujtojnë që Islami është prapambetje, kujtojnë që Islami s'ka lidhje me asnjë gjë, kujtojnë që Islami ka lidhje me terrorizmin, hasha lillah. Po ka njerëz që kështu kanë pa një rast, kanë pa një musliman çuditshëm atje, kanë pa një vepër edhe ato nuk kanë kohë me shpletu, s'kan kohë me dëgju ligjërat. Dhe Muhamedi alayhis salam kalonte edhe një jetën e pastër më të fuqishëm e kishte me athon dy llafe për hir të madhit Zot. Këtij personi, po ky profeti kështu, ky në anë të kundërt. E shiftën qabe të vop të ava, vendose tapet, mos me i dëgju që a lexon. I dite, filloj të urry vetën. Tha, mirë këto, tha që qekan këto të shmen që më thanë kështu. Po unë i shvend jam, mos me një gjutë jetë që thot, le të thotë, unë i menqër jam me kuptoj atë që thot. Dhe i hoqi i shkoj. Në qabe, profeti alayhis salam, sa maroj namazin, i tha, o Muhammed, tha, këto po thojnë që ti e i çmendur. Të shfiksu kjo puna, besimin në Zot, ishte filimin Mekë. Tha, mund të një gjoj qa është kjo punë. Po i tha profeti alayhis salam, bile s'tha unë shëroj, unë jam njeri, tha që edhe të shërojmë qoftë se ke probleme. Po i tha profeti e dëgjoj. Po me thonë drejtën, tha më gjajti vetja i çmendur mua, sepse vendosja tapa mos me dëgju. Përse unë s'jam njeri me mend, dëgjoj deri në fund, pastaj marr vendim. Edhe filloi Muhamedi alayhis salam t'ia shpjegoi mjaltin perlat bukurit e mëdhaja të Islamit. Si mund t'i shpjegoj një profet gjigant që pa historia botërore, Muhamedi alayhis salam, atij që po i zbriste, atij që u thinj nga meraku për Kur'anin, atij që kur i tha Abdullah ibn Mesudit mi lexo disa ajete, sa lexoi 3-4 ajete, thot ngreta kokën e pash, ishte mbushur në lot. Muhamedi alayhis salam që jetonte me Kur'anin 5 orë të natës çdo natë, e lexonte atë pafund, derisa një nga shokët desh të falet një ditë me profetin alayhis salam, kur filloi këndoi surën Bekare, Ali Imran, filloi nga Nisa, janë me orë gjata. Tha më shkoi mendja keq, i tha shokëve, i thanë ato çfarë? U futa në namaz, më u fal me profetin, më shkoi mendja për keq, çfarë mendove? Me ik me elon namazin se se përballova dot. Muhamedi alayhis salam ju enshin këmbët duke lexuar dhe nuk e ndjente endjen e këmbës. Ky e shpjegonte Kur'anin dhe ja shpjegoi, tha zgjatet dorën Muhamet. Tha për çfarë? Të dëshmoj që Zoti është një dhe një vetëm dhe Muhamedi është i dërguari i tij dhe Islami është fe e bukur.